Pas ditësh tensioni, keqkuptimesh dhe fjalësh të thëna në nerva, në shtëpinë e Big Brother Kosova erdhi më në fund një moment qetësie dhe reflektimi. Benita dhe Bia, dy nga banorët që kohët e fundit kishin qenë në qendër të debateve dhe përplasjeve verbale, vendosën të ulen ballë për ballë dhe të sqarohen hapur, larg zhurmës dhe ndërhyrjeve të tjerëve. Biseda nisi me tone të kujdesshme, por shumë shpejt u kthye në një rrëfim të sinqert emocionesh. Benita pranoi se shumë nga fjalët që kishte thënë kishin ardhur nga nervozizmi dhe presioni i lojës, jo nga një qëllim për ta lënduar Bias personalisht. Ajo tha se brenda shtëpisë çdo ndjenjë shumë fishohet dhe çdo keqkuptim merr për masa më të mëdha nga sa është në realitet. Nga ana e saj, Bia u shpreh se ishte ndjerë e ofenduar dhe e keqkuptuar, por se me kalimin e kohës kishte reflektuar dhe kishte kuptuar se jo çdo sulm është i qëllimshëm. Ajo pranoi se edhe vetë kishte reaguar me tone të ashpra dhe se kishte thënë gjëra që nuk I mendonte me të vërtetë. Nuk jam pa faj, tha ajo, duke treguar pjekuri dhe vetdije, momentin më të fortë e shënoi kërkimi I faljes. Benita I u drejtua Bias duke I thënë hapur se I vjen keq për çdo fjalë që e ka lënduar dhe se nuk ka dashur kurrë që situata të shkojë deri aty. Menjëherë pas saj, edhe Bia kërkoi falje, duke theksuar se loja nuk duhet t'i kthejë njerëzit kundër njëri tjetrit në mënyrë personale. Ky moment u shoqërua me emocione të forta. Të dyja u pan me sy të përlotur, por edhe me lehtësim, sikur një barë e madhe t'u ishte hequr nga shpatullat. Banorët e tjerë, që e ndoqën nga afër këtë sqarim, mbetën të heshtur dhe të prekur, sepse rrallëherë në Big Brother shihen momente kaq të sinqerta pajtimi, sqarimi mes Benitës dhe Bias ndryshoi ndjeshëm atmosferën në shtëpi. Nga një ambient I ngarkuar me tension dhe ndarje, u krijua një frymë më pozitive, ku u kuptua se dialogu dhe falja janë më të forta se çdo debat. Ky episod tregoi se Big Brother nuk është vetëm arenë konflikt,